Ligji nuk duket se gjeti fort zbatim. Ndaj kryetari i komunës së Obiliqit po synon që qytetin ta mbajë më pastër, duke nxjerrë një vendim i cili parashen ndëshkimin e personave që zihen duke hedhur mbeturina. Me të, personat fizik që gjuajnë bërllog dënohen me 200 euro, ndërsa bizneset me 1.000. Inspektorët do ta zbatojnë në përpikmëri këtë vendimtimin dhe gjithashtu do të kemi edhe mbështetjen nga policia. Ky vendim hyn në fuqi me 15 shkurt. Gjithashtu inspektorët tonë ka një javë ditë që kanë filluar të vëdësojnë edhe bizneset duke i paralajmëruar për masa ndëshkimore. Tha që pohon se përveç mbrojtjes së ambientit këtë hap e mori edhe me qëllim të parandalimit të vërshimeve. Megjithse një ekspert i mjedisit po thotë se të parit të komunës i ndalohet të marrë vendim duke ditur se ka ligj. Nuk ka nevojë komuna të marrë asnjë vendim, mjafton komuna ta zbatoj ligjin aktual i cili i dënon personat të cilët nuk e respektojnë mjedisin. Për këtë kryetari e ka një shpjegim. Ekziston ligji natyrisht nga Ministria e Mjedisit, por ky është vendim i kryetarit të komunës që është vendim më shumë vëdësues. Në bazë të ligjit në fuqi, gjoba për personat fizik është prej 20 deri në 500 euro, ndërsa për ata juridik është 5.000 deri në 40.000 euro.